Përshëndetje, unë jam Besnik Nrejaj, të nderuar bashkëdhetar. Shoqata Kosova ka kënaqësinë t'ju ftoj në 18 vjetorin e shpalljes së pavarësisë së shtetit të Kosovës, që do të mbahet në sallën Nën Tereza, afër kishës Zoja Pajtore në Southfield. Hi, my name is Nora Palushi. Dear fellow Albanians, the National Association Kosova is pleased to invite you to celebrate our 18th anniversary of the Declaration of Independence of Kosovo, which will take place on Sunday, February 15th at the Mother Teresa Hall near Our Lady of Albanian Church. Mbrëmja do të shoqërohet me program artistik nga artistë eminent të folklorit tonë, bashkë me këngëtaren Ermira Bushi, klarinet Arber Gega dhe muzikë Elvis Treshana. The evening will feature cultural performances by our distinguished artists. Këtë vit kemi nderin ta kemi të pranishëm një mik të madh të popullit shqiptar, ambasadorin William Walker, pa angazhimin dhe guximin e të cilit fati i Kosovës do të ishte shumë ndryshe. This year, we are honored to welcome a great friend of the Albanian people, Ambassador William Walker, whose courage and commitment played a decisive role in Kosovo's path to freedom. Gjithashtu, atë natë do të ndahen bursa për studentë ndalluar si pjesë e përkushtimit tonë ndaj brezit të ri. In addition, scholarships will be awarded to outstanding students as a part of our commitment to supporting the next generation. Falënderim i veçantë u shkon anëtarëve, miqve e partnerëve të shoqatës sonë, cilët vit pas viti na qëndrojnë krah për të realizuar e vazhduar me sukses misionin tonë të përbashkët. A special thank you goes to our members, friends, and partners of our Albanian Association who continue to support our shared mission year after year. Ju mirëpresim me respekt të dielën me 15 shkurt në sallën e kishës Zoja Pajtore në Southfield në ora 7. Faleminderit.